إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allah në falenderoj për ti, falë dhe ndihmë kërkoj, dëshmoj se nuk i takon adhurim me askujt me drejt përveç Allah dhe se Muhamedi është shërbëtor i dërguar i tij, paqja dhe mëshira Allah qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Shpeshherë njeriu në përjetës kalon në faza të vështira dhe të rënda për shpirtin edhe jetën e tij. Ndodh që dera të mbyllet para syve të tij. Shpeshherë i vonohet martesa e tij. I prishin bizneset e tij, i prishin planet e tij, ëndron, ka shpresë, punon, angazhohet, megjithatë në fund nuk realizohet. Ka mundësi që angazhohet për një çështje që shpirti i tij e do. Mundohet, megjithatë në fund nuk realizohet. Deri dikur kur fillon që të dëshpërohet, edhe brenda shpirtit të tij thotë pse unë? Pse tjetri nuk angazhohet, megjithatë ka arrit në jetën e tij? Pse tjetri as pak nuk u mundu, megjithatë shumë shpejt u martu? Pse tjetri hyri përpara meje në shkollë edhe pse ai nuk është më i ditur se sa unë? Pse tjetri arriti që të krijojë biznese të ndryshme edhe pse nuk është i aftë e kështu me radhë? Gjitha këto pyetje nuk aludojnë që personi imanin e kodopt, veçanti kur zemra e tij preket nga gjitha ato dhembje sprovës që e përjeton. Mirë po problemi qëndron nëse personi fillon ta ndryshon perceptimin e tij rreth gjërave që i përjeton ai në jetë. Ta prishë mendimin e tij për Allahun, apo të mendojë se çdo vonesë është privim prej anës Allahut. Çdo vonesë që ai e shef, edhe çdo pengesë që ai e shef, të mendoje që Allah Azza wa Jall atë po e ndëshkon. Ky është mendimi i keq për Allahun Azza wa Jall, edhe mosnjohja e realitetit dunjos edhe sprova që Allah Azza wa Jall i ia dërgon robit. S'ka dyshim që në kësi raste kur njeriu i përjeton gjitha këto vështirësi, ajo që i zbut shpirtin e tij është një hadith që realisht i hap diapazonin e mendimit të tij, se si duhet besimtari të mendojë dhe të shohë sprovat që i përjeton në përditshmërinë e tij. Gjitha këto pyetje që njeriu i mendon mendjen e tij janë përditshmëria e tij, jo vetëm se taj, po të plot për njerëzve. E pejgamberi Allahut Azza wa Jall e sqaroi qartë që besimtari ta kuptojë mirë realitetin se pse Allahu t'i vonon gjërat dhe pse Allahu nuk ta jep një gjë kur ti e dëshiron, ose pse Allahu Azza wa Jall diçka t'jep më shpejt e diçka tjetër të vonon. Pejgamberi Allahut Azza wa Jall tha që Allahu e mbron robin e tij edhe pse robi e do dunjon. Allahu e mbron robin e tij, e mbron edhe pse robi realisht e do dunjon. Allahu e mbron prej dunjos, sikur se ndonjëri prej juve e mbron tasamurin tuaj nga ushqimi dhe pija shkaku se keni frikë nëse ai edhe pi, do sëmuret ose do vdes. Kështu Allahu Azza wa Jall e mbron. Allahu ka thonë e mbron, nuk ka thonë Allahu e pengon, apo e ndal, jo, ka thonë e mbron, se fjala e mbron është më e përditshme. Do thotë që ti mendon diçka se është më e mira për ty, Allahu e di se kjo gjë nuk është e mirë për ty. Ty të mbyllet dera përpara fytyre, sepse ti e sheh vetëm se pjesën e jashtme, mirë po pas asaj ti nuk e di se çka ndodh, Allahu e di. Ti gjykon mbas fillimit, Allahu gjykon mbas mbarimit. Ti e shef kur të mbyllet dera përpara, Allahu e shef pas. Ti dëshiron diçka, shkaku jep shitan, pasioni tan, asaj që ti e mendon që është më e mira për ty në këtë dunjë, sepse ti ngutesh edhe nuk e di pasojat, Allahu gjykon edhe vepron sipas asaj që është më e mira për robin e tij në fundin e tij. E Allahu kështu vepron. Robi ngutet, dëshiron, po te Allahu Azza wa Jall nuk janë fillimet, te Allahu Azza wa Jall janë mbarimet. E kur ti e kupton në këtë formë, edhe e di se sprova qenë ka rehati, e realisht qenë ka urtësi, edhe qenë ka mëshirë, atëherë ndalesh. Allah Azza wa Jall thot, asa
Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ju e urreni një gjë, po ndërkohë është më e mira për juve. Ju e doni një gjë, po është më e keqe për juve. Allahu e di, ju nuk e dini. So njeriu ka shpresuar që martesa me një vajzë do të jetë më e mira për të. Po nuk është realizuar. E pas shumë viteve pastaj ka thonë elhamdulillah që Allah nuk më mundsoi që të martohem me të, për shkak se tash po e shoh se nuk pas ka qenë hajër. Sa njeriu është martu me dikant që ndoshta zemra ati nuk e ka dashur shumë, po megjithatë Allah Zogjeli i ka dhënë bereqete, i ka dhënë evlad edhe i ka dhënë shumë mirësi, edhe në fund ka thonë elhamdulillah që Allah më mundsoi që të martohem me këtë grua, sepse me të vërtet pas ka pas bereqet në këtë grua. Sa njeriu ka fillu biznes, edhe ka dështu, atë dëshpru, po ma vonë e ka pas që nuk pas ka qenë më e mira për te, që të hyje këtë biznes për shkak se realisht shokët e tij që kanë hyrë tek kanë dështu. Sa se njeriu është dëshpru për shkak se nuk ka pas mundësi për me udhëtu, mirë po ma vonë e ka kuptuar që shokët e tij me të cilët është dashur me udhëtu kanë ndruar jetën ato ti. E pastaj ka thonë elhamdulillah. Ti nuk e di ajo që vjen pas. Ti e shikon realisht vetëm se fillimin. Kur njeriu realisht dëshiron për me kuptu këtë gjëra, e ka shumë lehtë. Vetëm thjesht nëse ndalet pak në Kur'an, edhe e shikon shembull rastin e Jusufit alayhis salam. Normalisht njeriu kur e lexon ose kur e dëgjon, ai ka me thonë po mirë be ky djalë, ose ai ka qenë atëherë xhelosh, i ri. Vllazit e vet dëshiruan ta vrasin. Shoku i zilis, se baba e do ke më shumë. E hedhën në bus, pastaj e shitën si sklav. Pastaj u burgos. Dikush thot mirë, po gjithë ky rast Allah e përmendi emrin e tij, nomin e tij, gjithë ku është mëshira e Allahut. Ku është mirësia e Allahut. Pse Allah Zogjel më sprovu këtë rob deri në çat nivel që me ushit si sklave, me hyn burg, pejgamberi Allahut Zogjel. Po, sipas mendimit ton, po. Mirë po. Ma vonë çka ndodhi? Ju mbyll, ose realisht ju mbyllën shumë dyer. Po ma vonë Allah i hapi një derë të madhe, derë e mëshirës tij. Allah e nxori prej burgut. U bë pushtetar. U bë i fortë. Pejgamberi Allahut Azhajal me pasuri e thiri prindin e tij, erdhën prej Palestinën në Egjipt. Erdhën vëllezërit e tij, Allah ja ngriti nomin e tij, ja ngriti emrin e tij, pas gjithë atyre sprovave që i përjetoi ky njeri. Prandaj Allah Azhajal nëpërmjet gjuhës Jakubit tha, wallahu al-musta'an fa sabrun jamil, wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Thënë hallim nuk ka tjetër, durim i mirë. Allahu ta i kërkoj, prej Allahut kërkoj do të thotë ndihmë edhe për krahje për atë ju që e përshkruani. Edhe pastaj në fund Allah Zogjel kur e përshkroi rastin edhe përfundoi surën ka fundi Allah Zogjel tha innehu men yattaqi wa yasbir. Ai i cili ka frikën Allahut edhe bën durim, fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Ai i cili ka frikën Allahut, i tutet, i respekton kufijtë e Allahut, edhe bën sabër, Allah nuk ja humb mundin për pjekjen e atyre të cilët janë bamirës. Do thotë që fillimi ka qenë i vështirë. Për Jakubin alayhis salam, për babën ka qenë më e rëndë aty humbe e vladi vet. Mirë po ka thonë ju atë që më përshkruani ju mua, unë nuk kam tjetër çka të bëj. Përveç se më thonë që Allahu t'i mbështetem edhe prej atij kërkon ndihmë sepse përshkrimi juaj është shumë i madh. Megjithatë Allahu tha kush në fund ja ka frikën Allahut edhe bën sabër, Allah Zogjel do t'ja hapet çdo derë që ai ka menduar që nuk ka mundësi për më hap, megjithatë për Allahun Zogjel kjo është shumë e lehtë. Nona e Musa alayhis salam. Musa alayhis salam kur lindi me një periudhë ku Firauni i mbytte fëmijët meshkuj. Për nonën ishte e rëndë, e fshehte fëmijën e saj. Kush e paramendonte që ky fëmijë nesër do të jetë ai i cili ka me nxjerr Firaunin pi pushtetit edhe ka me ra prej pushtetit tij, askush fëmijë. Allah Zogjel e frymzoi nonën e vet. Sepse ishte frikë e madhe se do ta mbyshin atë, e Allah Zogjel e frymzoi nonën e vet edhe i tha: "Wa uhayna ila ummi Musa an ardhi'ihi." I tham e frymzuam nonën e Musait, merre edhe jepi gjy, deri kur, derisa të vijë momenti që ti duhesh me marr me hedh Musën, do thot lum,
Para me do tash e marr fëmijën tan, edhe me marr me hedh lum, ti me mbyt fëmijën tan, nuk e di a ka mundësi për me jetu apo jo, kush e ban kët? Askush nuk e ban. Veçanti nana, kur është më e lidhur me evladin e saj. E tha Allah Azza wa Jall, tha fe idha khifti alayhi falqihi fil yam. Kur vjen momenti që ti ke frikë për të, atëherë merre hedhën lum. Tha wala takhafi wala tahzani. Mos u frikso dhe mos u pikëllo. Kjo është premtim prej anës Allahut. Mos u frikso edhe mos u pikëllo, inna raduhu ileki, se ne kemi për me ta kthyti. Dhe ne kemi për me bë për pejgamberve. Mirë, nëse dikush ka me thonë kështu, a i beson? A i thot karant i shmendur. Po shikoni bindja në Allahun Azza wa Jall. Që këto fjalë normalisht nuk janë fjalë njeriu, këto janë fjalë krijuesit, frymëzim prej anës Allahut për nënën e mosaj. Kur vjen koha, nëna e mosajt me vërtet e merr e hedh edhe e lishon i mbështetet Allahut. Po çka ndodh? E merr gruaja e Firaunit. Rritet në pallatin e Firaunit Musa alayhis salam. Edhe pastaj do thotë shkon ngjarja ashtu siç ka shku, derisa në fund Allah e bën pejgamber, edhe në fund do thotë vjen me mesazhin që ta nxjerrë do popullin e Ben Israilëve, të nxjerrë ti çoj prej Egjiptit për Palestinë, edhe ti kallëzoi Firaunit se ti nuk je zot o Firaun, po ti je krijesë dhe je rob, ktheu Allahut edhe pendohu, sepse përndryshe do shkatërrohet pushtetit, ashtu edhe siç ndodhi. Ai personi i cili i percepton realisht këto gjëra kështu, se te besimtari nuk shef me syrin e fillimit, jo, besimtari shef me syrin e imanit. Ai belan e shef si mëshirë, caktimet e Allahut i shef si udhësi, nuk i shef si ndëshkime. Sepse e di se kur e godet një musibet, realisht për te është mirë. Ndoshta në pamje të jashtme duket diçka që dhem, edhe që nuk është e mirë, që urren, po megjithatë brenda asaj ka shumë urtësi, edhe ka shumë mëshirë, edhe ka shumë dashuri prej Allahut për krijesën e tij. Mirë pa ko kush e percepton edhe kush e kupton këtë domethënie. E nëse ai e kupton kështu realisht si duhet, atëherë do jetojë i rehatshëm, do jetë i qetë, nuk ka më pas probleme, pavarësisht probleme që i vijnë për dishmërinë e tij, sepse zemra e tij është rahat. Kur zemra është rahat, pavarësisht asaj që ti e përjeton jashtë, nuk luan rol. Po, ka mundësi me pas probleme, ka mundësi me pas kriza, ka mundësi me pas probleme familjare, me fëmijët, me gruan, me financat, ka mundësi me pas probleme në trup, ka mundësi me pas probleme lloj-lloj, megjithatë, gjitha i duron, pse se e di që Allah Azza wa Jall kur ka sprovu e ka ditën që për ty, kjo është më e mira. Ty ta kam shel një derë, po megjithatë ti ka shumë dyer qera ose do të jap edhe më vonë me lejen e Allahut Azza wa Jall. Prandaj thot Allah Azza wa Jall: "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiri sabirin." Allah thot që ne do t'ju sprovojmë me sprova ndryshme, në trup, në familje, në pasuri, në uri, me gjitha shumë lloje sprovave. Mirë po thot, përgëzoj ata të cilët janë durimtar. Alladhina idha asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kur i godet një musibet, çfarë thon ata? Ne jemi te Allahu dhe tek Allahu kemi për me u kthy. Ky është rikujtim për ty se ai musibet i cili ka të ndodhur, realisht është prej Allahut, ti je krijesë e tij, ti je rob i tij. E Allahu Azza wa Jall e sprovon robin e tij. E Allahu ta kujton realisht, ndalu robim, ndalu dhe kujtoj këtë realitet sepse ty Allahu të ka sprovu tash. Ma vonë ai që do të vijë është më e mira, por realisht ti je rob i Allahut, edhe çka do që ndodh ti nesër ke më kthyt Allahu, andaj ban sabër. E ai cili ban sabër, tha Allahu Azza wa Jall alladhina ulaika alehim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Ata që bëjnë durim, ata kanë me pas padyshim mëshirën e Allahut, faljen e Allahut dhe Allahu Azza wa Jall pikërisht llogarit të cilët janë të udhëzuar. Shikoni, Allahu Azza wa Jall nuk tha përgëzoj ata të cilët janë sprovu, tha përgëzoj durimtarët. Jo ata që janë sprovu. Përgëzoj durimtarët që shumë sprovon, po pak bëjnë sabër. Allahu ka thonë përgëzoj ata të cilët bëjnë sabër, sepse realisht përgëzimi vjen pas provës, drita vjen pas errësirës, lehtësimi vjen pas vështirësisë, e rahmeti fshehet ku në petkun e asaj sprove që ty të ka godit. Nëse të mshelet një derë, nuk nënkupton që t'janë mshel gjitha dyer, një derë nëse të mshelet. Nuk ka nevojë që ti me ron depresion, nuk ka nevojë që ti me shkatru shpirtin tënd, nuk ka nevojë që ti më mërzit edhe me çaj, nuk ka nevojë që ti me ron deri çat nivel
që nesër me pas mendim keq për Allahun, pse se Allah nuk ta ka mundsuar që të martohesh me një grua, Allah nuk ta ka mundsuar që të shkosh në universitetin që ti don, Allah nuk ta ka mundsuar që me pas biznesin që ti don, Allah nuk ta ka mundsuar me shku me një udhtim që ti don, Allah nuk ta ka mundsuar që ti me pas dikën që ti don ose ku e diun çka. Jo, Allah ta ka ndal një. Mirë, po realisht ti i ke shumë, po nuk i kupton se Allah të ka dhënë shumë mirësi, po ti nuk e vedije. Allah ti hap më vonë shumë dyer, po ti nuk ban sabër. E andaj mos u dëshpëro, sepse nëse mbyllet një derë nuk janë mbyll gjitha dyert. Allah Azza thot: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu." Ai që ka frikën Allahut, ati Allah do t'i japë rrugdalje. Dhe Allah do t'i japë rrës prej ku nuk ja merr mendja e tij. Jo vetëm se një derë do thot. Ti janë mbyll gjitha dyert, Allah do ta hapë derën plus asaj. Allah ka për me çu rrës prej ku nuk ta merr mendja ty fare hiç. Çka po do më shumë? Çka do më shumë? Dëshirat e tua janë këto realisht në dunjë. Ta kesh një grua, të kesh pasuri, të kënaqesh, të kesh këtë edhe këtë gjitha i ke. Megjithatë thu, ende nuk zgopësh. Nuk e kënaq. Problemi domethënë nuk është te ajo ti ja ke apo nuk ke, problemi se ti realisht nuk e kupton realitetin e jetës. Ti nuk di kur me falëndru, edhe nuk di kur me sabër, edhe nuk e kupton, nuk e percepton mirë realitetin e sprovave që Allah Azza t'i çon. Pse unë, çdo herë pse unë, pse jo tjetër? Për shkak se ti je ai që duhesh me osprovu shkak i caktimit të Allahut, që Allah e di më mirë se është për ty. Mos u bazo me qerë dhe mos i shiko jetën e qerëve, sepse jeta jote nuk bazohet me jetën e qerëve. Secili ka vuajtjen e vet, problemin e vet, i ka të mirat e veta, sikur se ti që i ke, andaj mbështetjo Allahut, edhe je i kënaqur me caktimet e Allahut, mbështetjo Allahut edhe shihes provën si dhunti, si mirësi, si urtësi, e jo si ndëshkim apo pengim apo privim, sepse ai i cili mendon kështu vetëm se ka mundësi që të bije në atë që është me keq, që të ketë mendim keq. Për Zotin e tij elusi Allah që të na ruan. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Ka njerëz kur Allah Azza u jep kënaqjen edhe qetësuan, kur Allah Azza i privon, dëshpërohen edhe shtrëngohen. Këta njerëz zakonisht janë ata persona të cilët nuk e njohin mirë Zotin e tyre. Edhe nuk e din se kur duhet që të falenderohet dhe kur duhet që të durohet. Normalisht çdo dhënje është mirësi prej anës Allahut Azza wa Jall, po edhe çdo sprov është mirësi. Edhe kjo është vetëm se për besimtarin, edhe kjo është për çudi. Ashtu siç e përmendi pejgamberi ajaben li emril mu'mini in amrahu kulluhu lahu khair. Pejgamberi çudi me çështjen e besimtarit. Çdo çështje e tij është hajër për ta, është e mirë. Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. Kjo nuk e përket askujt tjetër përveç se besimtarit. In asabatu sarra'un shakar fa kana khayran lahu wa in asabatu darra'un sabr fa kana khayran lahu. Kur e godit një e mirë, falëndron, edhe kjo është e mira për te. Kur e godit një e keq, bën sabër, edhe kjo është e mirë për te. Padyshim për shkak se çdo herë kuptoje se edhe Allahu kur qep edhe kur të merr dije se është e mirë për ty. Nuk është Allahu i mirë vetëm se kur jep, kurse kur ta ndal nuk është Allahu i mirë. Do thotë që ti nuk je stabil. Ka njerëz që e adhurojnë Allahun me kushtot, Allahu si tu më jap, unë adhuroj. Sikur se Allahu më qenë nevojtar për ty. Po Allah nuk është nevojtar për ty, kush je ti? Ti je një krijesë që ke dal prej kurkundi, prej hiçi, edhe nesër kemë shkuën tokë, kemë marrë kurkush nuk njeh. As nuk më men, as familja jote. Ta rrojnë me emën, gjithat ja rrojnë. Ti je çaj. E si ka mundësi që ti si krijesë më dal përballë Allahut edhe më thonë që si të mirë vallojnë të adhuroj, si mos të mirë që nuk të adhuroj. Kush je ti? As kush hiç. Ti definitivisht ke probleme imon. Edhe nuk i kupton mirë meselat realitetin, domethënë realitetin e asaj që neve na mëson Allahu Azza wa Jall. E nëse çep Allahu kuptoi që është e mirë, nëse Allahu të privon për diçka, dije që kjo është e mirë për ty. Është më e mirë, sepse ka qenë realisht e keqe nëse ti e kishe pasat. Në çat kohë, çat moment, ndoshta më vonë ta jep Allahu. Ndoshta nëse është më e mira për ty. Kështu mendoj. Nëse të vinë, thuaj elhamdulillah. Nëse privosh, thuaj elhamdulillah. Ban sabër. Se inshallah me lenin Allah do hapen gjitha dyert. Edhe ajo që është më interesante është se gjatë sprovës, çdo dhembje që përjeton, çdo lot që del, çdo vuajtje që ke, çdo shqetësim, çdo breng, çdo mërzi, për gjitha do të çlirje gjunave tua me lenin Allah. Çdo sen që e përjeton, dhembja, vuajtje, brenga, shqetësimi, ajo gojla,
që e ke për familjen e, për pasurinë, për idarën e, për fene, krejt që i ke. Me lejnë Allah për gjitha do shpërblesh. Ma e ronda, e dini cilë është? Krahasimi me njerëzi. Filoni u martu, unë është në martova. Filoni t'ju përshpejtu biznesi, unë e mbeta. Filoni shkoj për para, unë e mbeta mas. Familja i bën presion, pse s'po martosh, qërë po martohen, shka ke ti, pse kështu, pse qërë po hecin, pse qërë po mësojnë. Krahasimi me njerëzit e realisht është dështim. Nëse ti e merr këtë si kriter njëtën tënde, ke dështu. Ta dish, për shkak se s'ka mundësi njerëzit me qenë njëjtë, secili e ka kaderin e vet, dhe secili shkon sipas kaderit që Allah Zotë e ka përcaktuar para. Prandaj je i kënaqur me çat që e ke. Mos i merr lakmia atij që është drejtor sepse ai ndoshta ek më shumë se sa ti. Ti shkon punë ke orën e caktuar, e ka barrën shumë më të madhe se sa ti. Mos i merr lakmi dikujt i cili ka, sepse me pas ti ndoshta shumë më e keq është për ty. Ai ka llogari për me dhon para Allahut edhe ka me dhon llogari se ku e ka fituar, si e ka lëxhu, ti se ki çat gale, se s'ki shumë. Je kënaqsh me çata ka dhon Allahu subhanahu. Thuaj elhamdulillah, secili e ka të vetën, të mirën e vet, sprovat e veta, secili shkon sipas asaj. Mos bën krahasime të kota, për shkak se realisht këto krahasime janë të kota. Realisht kriteri i vërtet është ky. Nëse Allah të ka dhënë diçka, atë ka çu çajo ka Allah apo jo? Nëse Allah të ka pengu diçka, atë ka çu çajo ka Allah apo jo? Nëse Allah të ka dhënë mirësi, pasuri, ata ka shtu devotshmërinë, atë ka afru ka Allah apo jo? Nëse të ka afru, dije që ke shpatu. Nëse nuk të ka afru, dije që ke dështu. Nëse Allah të ka privu prej diçkaje, atë ka çu ka Allah, atë ka kfjell apo jo? Atë ka bën ma koprac, apo të ka kfjell me thonë, ej, valloj, po dashka me ju kthy Allahut. Kjo është kriteri i saktë i drejtë. Nëse e respekton këtë kriter, me lejen e Allahut dije se ti e ke dhënë provimin, edhe ti asnjëherë nuk ke për me dështu. E andaj kur të vinë gjitha ato sprova, je i kënaqur me saktimet e Allahut. Mos e prish mendimin për Allahun, sepse mendimi i keq është para hati për zemrën. Është qetësim, është vështirësi, është ngushtim, kurse mendimi i mirë për Allahun është rahati. Njeriu kënaqet, rahatohet, qetësohet. Këtë jetë është e ti. S'ka kur gjon, thot elhamdulillah, këtë i kam. Këtë i ke. Me që thot, apet, ke problem. Të më thonë dikut, është problemi. E problemi është pikrisht këtu. Te kjo. Andaj kur Allah të godet me diçka, veshtuaj, o Zot, ti më sprovove. Kjo është prej teje. Unë jam i kënaqur me caktimin tënd, o Zot, mundsoma të mashtoj sabrin, mi fshish gjunat, të më pastrosh, edhe o Zot, ma kompenzo me diçka e cila është ma e mirë, sepse e di o Zot se ti më kjo sprovu dhe kjo është ma e mira për mu. Unë e di se ti më ke pengu për një gjëje që mos të arri deri te ajo, po e di, ose ti e di o Zot se kjo është ma e keqja për mu, prandaj më ke privu. Andaj o Zot, falënderimi takon vetëm ty, edhe në rahati dhe vështirësi. E nëse je i tillë, atëherë dije që Allah subhanahu ka për me të dhënë qetësinë rahatin, dhe Allah ka me dhënë rrezik. Prej ku nuk ta merr mendja? Rrezik nuk do të thotë veç pasuria. Rrezik është fëmia, rrezik është gruaja, rrezik është dija, rrezik është frimoja jote, ti çka e merr. Andaj fjala rrezik nuk është vetëm se pasuri, na si mendojmë, po shumë më e gjerë. Andaj lutem Allahun subhanahu që Allah na mëshiron nga gjunata, na pastron, dhe lutem Allahun që na vetëdison. Dhe lutem Allahun që kur na sprovon Allah na mësoj që jemi të kënaqur me saktimet e tij. E lutem Allahun subhanahu që të na falet, na mëshiroj për gabimet e tona. Dhe lutem Allahun që çdo musliman dhe muslimane të gjithë të dhëkor Allah të mëshiron me kullu qouli Allahu astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.